mirë, jemi rikthyer në studio dhe ju lajmëruam pak më herët që do flisnim për lulet. Nuk është hera e parë që ne flasim për lulet në studio, por kemi folur për lulet, ndikimin shëndetësor që kanë, e dini nga funksionet kryesore është pastrimi i oksigjenit dhe pasurimi i ambientit ku ne kalojmë kohën më të madhe të ditës me oksigjen të pastër. Pra, janë filtrueset natyral të ajrit. Por nga ana tjetër, sot do ndalemi tek funksionet utilitare, jo tek ato shpirtërore, lule që sjellin para, lule që sjellin harmoni, lule që sjellin qetësi, jo. Sot do ndalemi tek funksionet utilitare, lule që largojnë mushkonjat, lule që aromatizojnë shtëpinë, lule të cilat sjellin freskinë në ambientin e shtëpisë. Dhe për secilin nga funksionet na qen ka një lule. Por për të kuptuar se cila lloj, tipologji e lules ka një funksion të caktuar, neve na thotë e ftuara Sara Dervishi Zyrmar, se dashur mirë se vjen. Shumë kënaqësi të kemi në studio për të na informuar për një funksion që ndoshta nuk e kemi potencuar mjaftueshëm për lulet. Atëherë, shumica e luleve kanë funksione të ndryshme. Ne kemi cilësuar për këtë bimën, që ishte bima e temjas, që është e veçantë sepse ka një aromë shumë të fortë, edhe u mundohem të cilësonim që ndihmon në largimin e insekteve. Pra, ajo është? Kjo lulja që largon insektet nga shtëpia quhet? Bima e temjas. Timja. Temjas. Temjas. Dhe është? Kjo, e pare. Po, kjo. E mesit aty. E ku duhet vendosur për larguar insektet? Mund ta mbajmë në balkon, mund ta mbajmë në vendet ku punojmë, në zyra. Është e sigurt që i largon insektet? Tani 100% e sigurt nuk është, por që me aromën e fortë që ka, i largon shumicën e insekteve. Edhe mushkonjat? Edhe mushkonjat. Edhe mushkonjat e zgjidhën, hallin dhe problemet nga mushkonjat. Tani, unë kam një pyetje për atë lule ngjitur. Ajo lulja si quhet edhe çfarë funksioni ka në shtëpi? Kjo është sansevieria, ose ndryshe në Shqip i thonë dhe shpatore. Po, ç'bën lulja shpatore? Pastron ajrin, ambientin, i jep një ngjyrë shumë të bukur shtëpisë, domethënë. Është gjithmonë për hapësirën e brendshme. Po, për të shtëpisë. Mund ta mbani edhe jashtë, sidomos temperaturave? Në këto klimat pranverore, domethënë. Ta mbani edhe jashtë, po në dimër duhet vendosi patjetër brenda, se ngricat normalisht prishin çdo lloj lulje. Duhet që të kujdesemi për shpatoren që kemi në shtëpi. E megjithëse se një nga funksionet kryesore të luleve në përgjithësi është thika dioksidit të karbonit dhe nxjerrja e oksigjenit, paralelisht mund të themi që ka edhe disa lule të cilat thiken dhe lagështirën e tepërt në ambientin ku ne jetojmë. Cila lule lufton lagështirën? Tani, të gjitha këto bimët që janë jeshile, normalisht që luftojnë kundra lagështirës. Por ideja është se edhe lulja vetë, nëse ka shumë lagështirë, prishet, dëmtohet. Kështu që kushtet ideale për të ruajtur një lule në formën më të shëndetshme? Shumica luleve duan shumë dritë. Do të thënë jo diellin drejt për drejt, por dritë. Dhe me thënë ti mbash brenda xhamit, si tip sere, si ta them. Pra, ku drita filtrohet përmes xhamit, pra nuk dielli drejt për drejt, dhe ashtu jetojnë dhe qëndrojnë të shëndet. Po, dielli lindor dhe perëndimor janë, dhe me thënë është më i shëndetshëm për lule, drita e sepse është më i dobët, nuk ka të fortësinë e madhe. Mirë. A duhet i dhurojmë dikujt një kaktus? Dhe nëse i dhurojmë një kaktus, çfarë simbolizon? Çfarë funksioni ka në shtëpinë tonë? Shumica mendojnë se kaktusi është pak i keq se ka atë gjë Po, duket sikur këtë u dhurojmë grindavecëve. Po, mendojnë shumica. Po, ja, për shembull, grindaveci një grindavecin. Dhe kur si kujdesemi çfarë dikimi ka? Shumica klientëve që më pyesin për pjesën e kaktusit thonë që kaktusat i mbajnë në përzyra sepse largojnë rrezet e kompjuterit. Pra kushdo që punon përpara kompjuterit, bën mirë që afër të ketë një kaktus. Pra dritën blu, dritën artificiale. Po që ka një mik shumë i mirë i njeriut. Tani që e mendoj. E kemi në veta nuk e kanë kaktus. qef, po është një lule që nuk do shumë kushte, jeton në errësirë, nuk do shumë ujë, nuk do shumë përkujdesje. Sa shpesh duhet u idhur kaktus? Edhe një herë në muaj. Një herë në muaj, që nga për dembelët. Tani në verë, 2 herë në muaj se është pak më vap, por që
një herë në muaj është mjaftueshëm. Okej. Do na tregosh për lulet e tjera që kemi në studio. Kjo është Ky është zambak, ndryshe i quajtur oriental, sepse ka një aromë, ndryshe nga zambakët e tjerë. Na ndim pa. Pera, zambak. Është mbushur studio me Fort aromë. zambak. Edhe doja këshilloja njerëzve që duan ta kenë në shtëpi për të sjell aromë të këndshme, për të sjell ndriçim, domethënë është Është pak delikat, shumë delikat në fakt sepse po ta prekësh mërzitet. thyet. Është lule mos më prek. Pak a shumë. Pak a shumë. Si mbahet një zambak? Pra, procesi, ujitja, drita. Jo, unë e kam sjell me deg, domethënë ky vendoset në një vazë me ujë. Mjafton ti ndrosh ujin çdo 2 ditë, ti presësh bishtin, edhe mund të jetojë deri në 15 ditë, po. Deri në 15 ditë. Po. Pra dhuroni zambak. Këtë do doshim ne. Edhe do ju këshilloja ta merrni të paçelur normalisht sepse ti kënaqesh duke shikuar që të qel vetë në shtëpi. Shumë e bukur, shumë e bukur. Po, ullja madhe mbrapa. Sara, po. Kjo është spatifiliu, ose shumica e shqiptarëve i thon zambaku i bardh, zambaku i paqes, edhe ka shumë veta që e dhurojnë për të sjellë harmoni, paqe, për njerëz që kanë kaluar një smundje ose ku di gjë. Dhurohet kjo lule. Shumë e bukur. Sara, të vinë ty qytetarët të pyesin, më duhet një lule që t'ja çoj dikujt tek shtëpia dhe t'i sjell para. Pi? Po. Dhe çfarë u thua ti? Shumica mendojnë se Punoni. jo, unë një sugjeroj, domethënë, Cila është është lulja? si ide një lule e lekut që thonë që sjell para. Cila është kjo? Tani unë vetë se kam marrë Na thuaj emërtimin se e kërkojmë ne. krasuola. E ka emrin krasuola. Edhe në emër sikur Po flet. edhe lulja e lekut del aty nëse e kërkoni. Po ka pasur dhe nga ato klientë që kanë ardhur mas 2 javësh më kanë thonë, po mu tha lulja. Me ka lulja ikën lekët. Ikën lekët. Do me thënë që kjo nuk është e vërtet që lulja e lekut si lek, kupton. Unë e kam dhe e kam nxjerrë në balkon. E keti lulen e lekët? E kam lulen e lekut dhe e kam nxjerrë në balkon. Nuk është shtar, sepse me sa di unë kërkoj një ujitje. Pikërisht. Njerëzit që i thatë lulja e lekut e kanë vetëm nga uji i tepër që i hedhin. Pikërisht. Edhe e mbajnë brenda në errësirë. Ajo don goxha dritë. Do dritë. Prandaj kolegu im është kujdes Në dhe balkon, nuk në është hije. lulja. Jo, nuk është ta lulja, dhe është një gjendje Ajo është kushti që duan shumë. Ka si para ty lulja e lekut? Mos flasim për para, flasim për mirë. lulja. Do me thënë që nuk është. Ka filluar të kërkojnë edhe lule për dashurinë, se pas lekut? Dashuria vjen. Tani, lulja për dashurinë shumica janë të fokusuar te trëndafili. Trëndafili. Nuk del kurrë nga moda. Mbetemi te romancë. Mirë. Tani, ne të njohëm ty sot. Dhe në narrativën tënde, në mënyrën se si komunikon, ke një zë me decibel të ullët, shumë melodios dhe e qetë mbi të gjitha. Se duhet të kuptoj, sa rëndësishme është t'i flasim këngëve pikërisht në këtë formën që ti flet. Qetë, bukur, të ndash dashuri, të thuar sa të bukura jeni, sa të mëdha jeni për. Me thënë të drejtën dhe unë çuditëm nga kjo pjesë, sepse unë kur kam qenë e vogël nuk i kam pasur shumë qef lulet. Por kur fillova të mbillja me mamin e shikoja që mu bënin. Edhe aty më lindi pasioni për lulet edhe thash, okej, pse mos ta realizoj ëndrrën time të kem një dyqan timin. Pra, ishte një ëndër e cila e një rrugës. Po. Se nuk ishte e lindur, jo që fillim, se ti nuk e doje. Thjesht pasioni që kam për lulet. A duhet të flasim luleve për të? Ti flasim, ti këndojmë. Ti këndojmë? Po, ti përkëdhelim, ti fshim gjethet. Dhe kështu rrite? Janë si fëmijë të vegjël. Janë si fëmijë të vegjël. Kështu bën ti besoj me lulen e lekut. Jo. Dukshëm prandaj. Nuk e prek, se preka harxhon, po se preka Unë kurse. si dhe në dyqan kam edhe në shtëpi shumë lule. Edhe më bëhen shumë. Po, unë kam një pyetje, Sara. A ka vajza në vendin tonë që i blejnë lule të dashurit? Ka ndodhur? Ka, sidomos për festa. Për festa i blejnë lule të dashurit? Po, Vërtet? po. Çfarë kohësh? Zakonisht zgjidhin t'i dorë një trëndafil blu, sepse ngjyra blu simbolizon ngjyrën mashkullore. Nuk bëjmë buqeta të mëdha për të dashurit e tyre. Jo. Po ata për ato, ç'bëjnë? Ato bëjnë pamundurën. Pamundur. Do me thënë,
Duke filluar nga buqeta shumë të mbaja, Tu dali pak. Arusha. Ale Arusha, se Arusha janë artificiale. Lulet e naturale. Cila është buqeta më e madhe që ti bërë? Sa trëndafil ka pasur? Kemi pas një rast, kemi bërë një buqet me 300 trëndafila të kuj. 300 trëndafil. Wow. Dhe ishte për të dashur. Ishte bërthaja ideale apo jo? Jo, thjesht për ditëlindje. Për ditëlindje. Interesante kjo. Ja që ka dim romantik, Për vajza. mamin. Ka ndonjë ideal që për mamin ka bërë një buqet të madhe? Jo më trëndafile, po me një lule tjetër. Po, kam një klient në fakt që vjen çdo javë. Për mami? Çdo javë. Merr për mamin rregullisht çdo javë. Wow. Thjesht t'ja le aty në shtëpi që ajo t'i shijoj. O, sa e bukur, Dhe- sa me Ka fat. Cila është klient- historia pas saj familje? Është nëna që i do shumë lulet, është djali që Është mami e pasionuar dhe për më tepër mbas zambakut. pas sa Po, mba. e adhuron zambakun. Tashmë. Ai Edhe si kujdeset çdo javë. duket, ai sa herë që shikon që po i prishëm, i çon të freskëta, të freskëta, të freskëta. O, sa e bukur. Kjo është një nga gjërat më të bukura që kemi dëgjuar në këto ditë në mesdrit. Falenderojmë shumë që ndave me ne. Shumë faleminderit. Djem të tillë pas Paqim. gjithmonë Shqipëria. Shumë e bukur, shumë e bukur. Dhe ka disa lule specifike të cilat durohen në raste të ndryshme, shumë shkurt. Në rast se kemi detin e kolegut nesër, çfarë mund t'i duroj? Çfarë do sugjeroje? Duke qenë se 300 trëndafila. Po, më pëlqen shumë Duke ti ku do qenë të bagashi makinës. E të bësh foto? E të bëj një foto. Si disa 400, moderatorë. 400 trëndafila, po. jo, mendoj se trëndafilat nuk përshtaten shumë. Edhe unë mendoj që nuk përshtatet aq më Si duhet të fuqi, duhet të bardh. Numri nuk përshtatet me Syrianin. Çfarë? Një trëndafil blu t'i bëjmë edhe Syrianin. Jo, mendoj se thjesht një trëndafil do ishte pak. Unë duke dëgjuar që kujdeset për lule, do mendoja më shumë një lule me vazo. Një lule Dhe jo me pse një bonsai. Bonsai E ka bonzajn. E kam bonzajn. E ka Është bonsai. dashuria ime E e ka parë bonsai. e jetës bonzaj. Okej, atëherë mund të një Sansevieria besoj. Do t'i bënte mirë në. Po mirë. Ose të provosh bimën e mushkonjave. Po ta marrë bimën e mushkonja se e grin mushkonja dhe dje ku jeton, e grin. E dashur je shumë e mirë, ne të falenderojmë E shumë. dashur, shumë faleminderit që ishe sot me ne në Sepse studio. na mësove shumë dhe me këtë zërin tënd edhe ne na solli një harmoni shumë të bukur. Të falenderojmë vërtet. Shumë faleminderit. Edhe një Si punë dy të parë. mendje shumë të zhurmshme që jemi. qarkullojnë shumë gjëra njëkohësisht, na duhej një zësi i Sarës. Kishim nevojë vërtet. Na ulte pak dhe na tokozon. Na qetoj. Na qetoj. Mirë, është Tani- momenti të bëjmë një shkputje informative, sepse do shkojmë tek edicioni informativ i lajmeve për të kuptuar se çfarë ka ndodhur në vendi, rajonin dhe botën. Por mos u largoni sepse Mesdrita rikthehet pas pak.